Pikërisht, se tani po tentohet ta konfirmoj me presidentin letonez duket të ketë ardhur në Kosovë pas kësaj telefonate. Po këtu është me video kryeministri Kurti, si se kam parë atë me kësh duke fol, ose ata kanë arritur të mashtrojnë. Çështja është, problemi është se çysh mundet, do të thot, me lënë kryeministrin të vetmuar, me viktim e humorit ta quaj kushtimisht rus. Në çfarë konditash funksionon protokolli i sigurisë në kryeministri, por kjo fatkeqe është për më të vëdhimt, sepse në këtë rast, fojnë do të më marrë stafi i tij. Zyra shtypit, zyra komunikimeve, zyra këshilltarët politik, që du të me njoft mirë edhe zonën për du të me jam njoft, du të me thirë, me verifiku në kanale neutrale, jo ti me adhon në lidhje kryeministrin e vendit. Por, hajde fatkeqësia gëlltitet dyqysh. Po me Haradinën si kishte ndodhur më herët? Ka që vetëm telefonat, pa video. Telefonat me Saadiu në paraqit si Poroshenko, Petro Poroshenko, ish presidenti. Ish presidenti Ukrainas, dhe Haradinaj praktikisht ose ka thonë që jam i zonë punë të minjat, ose e ka hetu prinkun edhe nuk të na thojnë nuk është prallus. Nuk ka fol. Ose ja ka dërguar ndonjë selam. Po se ne të fola, ja ka bo të shpija atje. Po një fola aty në shpis. Po ashtu edhe presidenti Thaçi, po ashtu i ka zbulu një mënyrë që nuk është diçka në rregull edhe nuk ka fol. Por, fatkeqësia për vendin tonë, për sigurinë nacionale madje, kush pak e mendon ma thellë, është se ky njeri, kryeministri jon aktual, flet si janë mik i krejt Kosovës be. Flet me një inoti, me një anëmisi ndaj opozitës, me kon. Hajde po e zomi shkon kryet presidenti letonez. A o deshka presidenti tuj me kalzu qakin shpe? A o deshka me poshtu opozitën me hëndë po flirtojnë me rust? Qysh më opozita demokratike një veni që ka udhejt me venin 20 vjetë, ose ka marrë një pjesë e madhe e saj në proceset demokratike të Kosovës, shtetë formimit, të shtetë kryimit, të shpalljes, të luftës e UÇK-se. Ku gjatë dihune, qysh mërë në flirtim me Rus, pa e një mërë në veti që ka e një të bombe këtë vend. A e thot shprejimisht opozita flirtim me Rus, apo? Po, flirtim, thot, me luftim. Flirtim, thot, opozita dhe mediat edhe oligarkun që e ka një televizion. Oligarkun që e ka një televizion. Falë blerim se se mbaru. Dhe në këtë situatë, fokusi bjen, bi një njeri, fatkeqësia është një njeri i papërgjegjshëm, që rastësisht është kryeministri i vendit tonë, flet senet cilat nuk guxon me i fol kryeministri zoti Gashi. Pse nuk fliten ato? Kjo është edhe homofob. Kryeministri i Kosovës më vjen keq. Për çka e ke fjalë? Unë kam një periudhë fshatare. Dhe unë nuk muj mu lavdu si lider i luftës po mënoj kundër gejve e komunitetit LGBT. Por, qaq ku mujt mu eduku ndërkohë zoti Gashi, që mos me qenë kundër kërkujt. Po s'tha zë homofobika. Përmendje e potencoj çështjen e çelet gay, ai tha që unë jam gay, ky tha shumë mirë që ti je gay. Nuk tha shumë mirë që. Jo, mirë apo se ja bëni me dorë. Po nuk tha shumë mirë, po very good tha, very good. Shiko, shumë mirë. Zoti Sadiku, na po flosëm sikur tash më fal. Okej, a le të mbesim tani vetëm pak tek Nuk flosëm shumë me komoditet. Shpër arsye se i tha, a dini ju që ajo është gay i hapun. Po pse me i thonë? Me qartë të drejtë, i thotë dikur. A mujune, me qartë të drejtë, unë dalë me një televizion tjetër e thëmë, po ty ta zomë diçka të. Kjo vish interpretimi i balit? A së është homofobike kjo? Jo, së është. Unë nani? Unë se koncentroj. E qka është gash? Hajtu, e qka është? Ja të jamnit. Okej, me që nëzirin si përfaqe këtë Matoshi, hajtë ta debatojmë këtë. A nëzorin si përfaqe homofobinë vetë edhe substancialisht a ka dështuar në gjithat komunikim Kurti që e ke dëgjuar ti atë 10 minutësh? Unë mendoj që është pikërisht konsistenca në qëndrimet parimore
edhe ato shka është i bindun, zoti Kurti, edhe ato shka ka deklaru edhe 2 ditë Pra ma. asgjë s'ka